Kako da pošaljemo pismo? Da bi to uradili, treba će nam nekoliko novih izraza. Hajde da ih naučimo. Pool. Zarf. Letër. Pako. Dërgues. Marrës. Šta mislite? Koji odgovori odgovaraju postavljenim pitanjima? Ku mund të blej zarfin dhe pullat? Mund t'i blini në sportelin numër 8. Mund të dërgoj pako në këtë sportel? Këtu mund ta dërgoni letrën, kurse pakon në sportelin numër 3. Sa kushton taksa postare? Taksa postare kushton 2 euro. Jeni ju pranues i letrës? Jo, nëna ime është pranuese. A sada poslušajte razgovor u pošti i obratite pažnju na izraze koje smo pomenuli. Dua të dërgoj letër dhe të marr një pako. Letrën mund ta dërgoni këtu, kurse pakon e merrni në sportelin 4. Mund ta marr tek ju zarfin dhe pulën postare. Ku dërgoni letrën? Në Shqipëri. Pulla kushton 1 euro, kurse zarfi 20 cent. Pra gjithsej 1 euro e 20 cent. Urdhëroni. Faleminderit, urdhëroni zarfin dhe pullën. Kur letra të jetë gati, mund ta dorëzoni tek unë. Ju faleminderit.